Kosova mos me pas sistem të pavarur të drejtësisë. Sepse po të kishte sistem të pavarur të drejtësisë, ato dosje që ne kemi qenë në prokurori e polici janë mbi 200 dosje, sepse puna e parë që e kemi pas obligim secili nga ministrat e kabinetit qeveritar ka qenë që me i adresu shkeljet brenda institucioneve që ne kemi udhëhequr. Kemi dërguar ne dosje, diku 9 kemi dërguar në prokurori, ministri tjera, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Ekonomisë, Tregtisë, Industrisë të tjera, e Arsimit. Asnjërin prej tyre, të paktën unë s'kam informacione që do me thënë janë marrë me këto. Po në qoftë se dikush shpif, nëse dikujt i tekët me thonë diçka për qeverin Kurti, me njëherë i gjenë bastisje në institucione. Kanë shku për te i bastisje, ka akt akuza. Po ka akt akuza. Prandaj po them që kjo nuk është drejtësi, kjo është hakmarrje. Hakmarrje është që kjo që është ka ndonë ndaj Rozeta Hajdarit është hakmarrje. Pikërisht është hakmarrje e pastër. Për shkak se unë nuk më lejohet me folë për procesin, sepse unë kam nënshkruar deklarat konfidencialiteti në momentin kur ne kemi vendosur për rezervat shtetërore. Por ama, unë jam dëshmitare dhe jo vetëm unë. Përveç kryeministrit Kurti, natyrisht gjithë ministrat e kabinetit qeveritar. Punën që e ka bërë ministra Rozeta Hajdari që mos mi lënë rezervat shtetërore. Hakmarrje e kujt? E sistemit prokurorial kundrejt qeverisë Kurti. Sistemi prokurorial? Okej. Ishtë kur po thuni hakmarrje, po du me... Se akt akuzën ata e kanë ngrit. Kujt po ja drejtoni gishtë? Ata e kanë ngrit akt akuzën. Ose në kohën kur ne kemi qenë duke bërë gati listën për ta proceduar në KQZ, vjen ftesa dëshmitar për kryeministrin Kurti. Çka është kjo punë kështu? Ne jemi të interesuar që ta bëjmë sistemin e pavarur të drejtësisë, që nuk i intereson emri i përveçëm i personit, por vepra që ka bërë. Deri atari di që kemi shumë punë, e di që kemi shumë sfida. Për shembull, për ta bërë vettingun, sistemi i drejtësisë e ka bojkotuar reformën. Nuk kanë qenë pjesë e grupeve punuese. E kanë kundërshtuar ligjin për Këshillin Prokurorial. Gjitha reforma që Ministria e Drejtësisë i ka nisë, ata i kanë bojkotu përveç deklaratës së zotimeve në 20 kusura antore mandeje ka pos një është të mu rrit në 20 dishka antor ma ne ka opinion të Komisionit Venecias për këtë punë që... Sheni, na se cilën çështje që kemi diskutu se po them edhe një grupet punuese antarët e grupeve punuese bëjmë propozime të ndryshme. është propozim u shtu numri a ka qenë propozim, ka qenë hartume? Ka qenë hartume për shkak të një gjëje. Për shkak se antarët e Këshillit Prokurorial të zgjedhur kanë mandat deri në fillim të janarit të vitit. Dhe, do me thonë, për shkak të dilemës që a kemi të drejtë mja ndërprej mandatin në gjysmë, atëherë ka lind propozimi që të rritet numri. Por si përfundim kanë vetë numri 7. është jem propozu 200, 20 e diçka antarë për 200 prokuror. Nëse jemi ka, i thatë 5 premtimet e para. Diçka që kryeministri Kurti e ka thënë shumë shpesh, është që s'është bashkë punë e mëshme me shku në zgjedhjen dimën se kemi me shku në zgjedhjen pranverë prap. A konsideroni që mund të formohet një shumicë që i bën 80 vota edhe me çdo zgjedhje për do vjetë jemi rahat? Tash, ne para se të shpërndahet kuvendi, kemi pas përpjekje maksimale që, do më thënë, ne heqëm dorë prej Albin Kurtit e propozum Glauku Njufcën. Vetëm e vetëm që vendi të mos shkonte në zgjedhje, sepse, si me thonë, rreziku ishte të shkojmë në zgjedhje në dhjetor, si kur tash, dhe në anën tjetër në fillim të muaj të vitit të ardhshëm, për shkak të mundësisë për mos ta zgjedh presidentin e vendit. Tash ne mendonim në qoftë se këta po refuzojnë, s'po i bëjnë 61 numra, qysh kanë mi botë 10. Edhe për shkak të qëndrimeve të tyre në raport me edhe presidentën Osmani, por edhe destruktivitetin e vazhdueshëm të opozitës. Dhe kemi pas përpjekje për mishmang të paktën një palë zgjedhje dhe që janë zgjedhjet e 28 dhjetorit. Tash, kemi konsideruar jo qeveri tranzicioni, por tash edhe kalimtare është e ngjashme, por të paktën